Përshëndetje miq, këtu kam sjell trushim me domate për një javë i keni gati. Për trushit ka shumë mënyra, por unë këtu u kam sjell mënyrën time se si përgatis unë. Mbasi i lajmë domatet, i thajmë, i presim, i pastrojmë mirë, i ndajmë me feta sipas dëshirës. Unë ato që janë të vogla i preva në 2 pjesë, të mëdhajet në 4 pjesë. Në këtë mënyrë dalin vërtet fantastike. Ja kështu i presim. Unë i ka përgatitur dhe vjetë dhe dolën me sukses. Fillojmë sterilizojmë kavanozat, 15-20 minuta, kapakët dhe atë pjesën plastike, i heqim nga uji dhe i vendosim të thajnë mirë në diell. Unë i vendosa sot në diell, me kishte kohë bukur. Përgatisim shëllirën e domateve, 900 ml ujë, 100 ml uthull të bardhë vere. Për kripën përdora këtë kripën natyrale, 2 luk krip. Për 1 litër shëllir, 2 luk krip, luk gjelle. Mbushim kavanozat mbas janë tharë mirë. Vendosim një spec djegës të thatë dhe një thel pudhër me gjithë lëvozhk. Shtojmë shëllirën mbasi ka zirë shëllira, mbushim kavanozat, vendosim atë pjesën plastike, në këtë mënyrë i mban të zhytura domatet, i mbulon me shëllirë, i mbyllim dhe i vendosim në një vend të errët, të freskët. Këto për një javë janë gati, po të rrinë 2-3 javë bën akoma më të mira. Shpresoj që të pëlqejë receta, ju uroj gjithë mirat dhe mirupafshim.